Burime jo zyrtare të Albanian Post pranë Ministrisë së Mbrojtjes në Tiranë sqaroi se stërvitja synonte forcimin e aftësive të përbashkëta dhe shkëmbimin e përvojës mes forcave speciale. Duke qenë se bëj fjalë për forca speciale, informacioni publik mbi përmbajtjen e stërvitjes është i kufizuar për arsye sigurie, shpjegon Burimi. Në fakt, stërvitja u zhvillua disa muaj pas marrëveshjes së 18 marsit të nënshkruar në Tiranë nga Shqipëria, Kosova dhe Kroacia që parashikon forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes përfshirë trajnimet e përbashkëta, edukim ushtarak dhe koordinim ndaj kërcënimeve hibride. Por, për Kremlinin, kjo u paraqit ndryshe si aleancë anti-serbe, një narrativ që u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale serbe dhe portalet e njohura për amplifikimin e përmbajtjeve ruse. Nga Moska të Beogradi, zinxhiri dezinformimit, kanali Ribar është një nga platformat më të mëdha të propagandës ushtarake ruse në Telegram me mbi 1.3 milion ndjekës. Sipas një investigimi të The Washington Post, Ribar është pjesë e një rrjeti më të gjerë propagandistik që përfshin edhe kanale War Gonzo dhe Starshi Edi, të cilat operohen nga individ të lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë dhe strukturat e Wagnerit. Në studimin e heroin të frontit të informacionit, studiosja britanike Natasha Groom e përshkruar Ribar si një instrument të sofistikuar të luftës së informacionit që kombinon përmbajtje analitike reale me narrativa ideologjike për të fituar besueshmëri. Drejtuesi i kanalit Mikhail Zvinchuk, ish oficer i ushtrisë ruse, përdor teknologjinë ushtarake dhe gjuhën e analizave për të ndërtuar perceptimin e një vëzhguesi neutral, ndërsa në fakt përçon sinjale strategjike të Kremlinit. Sipas Groom, Ribar është ndërruar në një nga bloget amatore në aktor strategjik të ndikimit të jashtëm rus. Eksperti amerikan i marrëdhënieve ndërkombëtare, profesor Michael Shobshikov, shpjegon për Albanian Post se kanale si Ribar përbëjnë një armë të sofistikuar të luftës hibride. Këto narrativa janë tipike për fushatat dezinformues të Rusisë. Qëllimi nuk është të bindë, por të krijojë dyshime, mjaftueshëm për ta bërë versionin alternativ të duket i besueshëm. Kjo është një pjesë asaj që quhet lufta e zonës gri, instrument për të minuar kohezionin e perëndimit, theksoi eksperti. Objektivat e Moskës për çarje dhe perceptim. Në rastin e Ballkanit, Sloboshikov thekson se Rusia e përdor Serbinë si një nyje strategjike për të gjeneruar tensione rajonale. Objektivat janë të qarta, të krijojë ndarje midis Serbisë dhe NATO-s, midis serbëve dhe popujve të tjerë të rajonit dhe të ringjallë mentalitetin ne kundër tyre. Moska po luan me rrënjët historike dhe ndjenjat slave për t'i bindur serbët se nuk mund t'i besojnë perëndimit, thot ai. Njohësi i sigurisë Avni Islami ndan të njëjtin vlerësim, por e sheh çështjen në terrenin konkret të Ballkanit Perëndimor. Agjenda ruse është plotësisht në përputhje me politikat e Serbisë si në aspektin informativ, ashtu edhe në atë të luftës hibride ndaj vendet të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht Kosova, thot Islami për Albanian Post. Prandaj, mediat ruse të afërta me Putinin dhe ato serbe të lidhura me Vučićin zhvillojnë një luftë të përbashkët propagandistike. Sipas tij, analiza Ribar për stërvitjen e tetorit nuk është asgjë e re. Pretendimet se Kosova, Kroacia dhe Shqipëria po krijojnë një aleancë të fortë me SHBAN nuk janë zhvillime të jashtëzakonshme. Këto bashkëpunime ekzistojnë prej vitesh, thot ai, duke shtuar se neutralizimi e përsis ushtarake të Serbisë është domosdoshmëri për balancën rajonale, jo provokim. Nga informacionit të ndikimi, ekspertët bien dakord se forca propagandës ruse qëndron te përshtatja e mesazhit me kontekstin lokal, në një rajon me ndjeshmëri historike ku besimi ndaj institucioneve dhe mediave është i brisht, dezinformimi gjen terror pjellor. Këto fushata jo vetëm që kanë potencën për të nxitur tension, ato realisht i nxisin. Në një midis ku njerëzit informohen kryesisht përmes rrjeteve sociale dhe rrethohen nga burimet e njëanshme, efektiviteti i tyre shumë fishohet, shpjegon Sloboshikov. Në vëzhgimin e Albanian Post në Telegram dhe platformat e tjera serbe tregon se postimi i Ribar është shpërndarë në 10 kanale brenda ditës, shpesh i shoqëruar me imazhe të marra nga faqet zyrtare të ushtrisë shqiptare.